mbyll syt dhe merr një frymë të thellë. Ndize vëmendje në këtë moment. Merr një frymarrje të ngadalt, të thellë dhe të qetë. Ndërsa nxjerr frymë, lësho tensionin, shqetësimet, mendimet. Je këtu, plotësisht i pranishëm. Ndjej trupin tënd duke qëndruar i qetë. Ndjej çdo pikë ku trupi prek tokën, shtratin, jastëkun, karrigën. Ndjej trupin tënd si një tempull të shenjat. Në çdo qelizë ka jetë, ka dritë, ka vetëdije. Çdo frymë që merr është dritë shëruese, dritë që hyn nga hunda, shkon në mushkëri dhe shpërndahet në gjithë trupin tënd. Ndërsa nxjerr frymë, trupi çliron çdo energji të vjetër, çdo barë, çdo dhimbje, çdo qelizë po zgjohet, po rizgjohet në dritë. Tani, dërgo një dritë të bardhë në trurin tënd. Ndjeje si çdo pjesë e trurit po ndriçohet dhe harmonizohet. Kujtesa, përqendrimi, qetësia e mendjes, të gjitha po shërohen tani. Ndjeje fytyrën të qetë, sytë të relaksuar, veshët të hapur ndaj tingujve të paqes, goja, dhëmbët, gjuha, të mbushur me butësi dhe shëndet. Ndërsa merr frymë, imagjino një dritë të kaltër që rrethon qafën. Fjala jote është e pastër, komunikimi yt është i lirë, ti shprehesh me dashuri. Drita tani shkon në gjoksin tënd, në zemër, në qendrën e dashurisë, që po pulson paqe. Mushkërit mbushen me ajër të pastër, me dritë, me jetë. Tani kjo dritë zbret në barkë, drita e artë mbështjell mëlçin, stomakun, gjoksin, pankreasin, zorët. Trupi yt po tret, po pastron dhe regjeneron çdo ushqim dhe ndjen një lehtësi. Drita e pastër rrjedh në zonën e legenit, veshkat, fshiksa, po shpërlajnë gjithçka që nuk i duhet më trupit. Organet riprodhuese janë në balancë dhe forcë. Këmbët dhe krahët, energjia shkon në gjymtyr, çdo muskull, nerv dhe kock relaksohet. Çdo qelizë në duar, në gishta të këmbëve dhe të duarve është gjallë dhe me dritë. Trupi yt është një sistem inteligjent. Ai po shërohet në çdo sekond. Ti je në harmoni me vetveten, me natyrën, me jetën. Thuaj me zë të butë, unë besoj në fuqinë e trupit tim për të shëruar. Unë jam dritë, unë jam paqe, unë jam jetë.